Ne kemi 36 qendra shëndetësore në të gjithë vendin, qendra shëndetësore verore, prej të cilave 20 kanë dhe postacion autoambulance. Duhen thënë që ka pajisje të reja që e bëjnë edhe shërbimin edhe u lehtësojnë akoma më shumë profesionistë që punojnë këtu, por ndërkohë edhe përmirësojnë shërbimin që ofrohet. Është pajisja e monitorimit, që bëhet grupesisht për ato pacientë që kanë problematika të tipit të angina ose edhe më të rëndë që është infarkt i akutë miokardit, e kjo është përdorimi rutinë i pacientëve që ankohen për shqetësime respiratore, por edhe të zemrës. Është kabineti i medikamenteve, është pajisur me gjitha medikamentet që nga ato antihipertensiv, antiemetik, problematika të tjera që mund të jenë të tipit hipoglicemie, perfuzionet janë në ACL, ringer për ato pacientë që mund të kenë djegje, por edhe glukosa ata pacientë që mund të vuajnë nga diabeti, pra kanë hipoglicemia, po ata që kanë tepruar pak me alkoolin i bëjmë perfuzione me glukozë. Patjetër që ne jemi këtu për të ofruar ndihmën e parë në raste urgjence dhe emergjence dhe që të suportojmë edhe ato momentet kritike ku do duhet që për shkak të një patologjie të caktuar ne të jemi në dispozicion.